Nëse do të kishe mundësinë të fshije një moment gjatë garës tënde, cilin moment do të fshije? 20, 29, 29 mars 2026 shpërnda janë bërë plot 100 ditë që nga nisja e edicionit të 5 të spektaklit televiziv Big Brother VIP Albania. Një rrugëtim i gjatë që ka sjellë dinamika të forta, debate dhe momente të diskutueshme për banorët brenda shtëpisë në të famshme në vend. Me këtë rast, konkurrentët janë përballur me disa pyetje reflektuese lidhur me lojën e tyre, duke zbuluar më shumë për strategjitë, tendesat dhe vendimet që kanë marrë gjatë këtyre javëve intensive. Një nga pyetjet më të komentuara ishte ajo e drejtuar nga Selim Bollati, e cila kërkoi nga banorët të identifikonin një moment që do ta fshinin nga rrugëtimi i tyre nëse do të kishin mundësinë. Nëse do të kishe mundësinë të fshije një moment gjatë garës tënde, cilin moment do të fshije, ishte pyetja që vuri në mendim e banorët. Përgjigjja e Selinit nuk erdhi si surprizë, pasi bëhej fjalë për një situatë që kishte shkaktuar debat të madh brenda shtëpisë dhe jashtë saj.